Ledion Liço shkatëron, ish banore në Big Brother VIP Albania, bjondja ime nuk është konkurrente sezonale. Edisa Demollari, eliminuar së fundmi, tentoi të ndeste thashethemet që qarkullonin për një afërsi të mundshme mes Ledion Liço dhe Brikena Selmani. Ish banorja vazhdoi të insistonin tek zemra që Brikena i kishte bërë Ledionit, duke lënë të kuptohej se mes tyre kishte diçka më shumë, një aludim që mund të shkaktojë përplasje dhe dyshime në publik. Por Ledioni nuk e lejoi të zgjatej drama. Me një përgjigje të prerë dhe të fuqishme, ai e hodhi poshtë çdo insinuat. Unë kam pëlqyer vetëm një bjonde dhe ajo nuk është konkurrente sezonale. Kjo fjali e vetme rrëzoi me njëherë çdo dyshim dhe tregoi se Edisa ishte nxituar me komente të pabazuara. Për publikun dhe fansat, mesazhi ishte i qartë. Thashethemet e kota jo vetëm se nuk kanë vlerë, por mund të krijojnë probleme reale në marrëdhënie dhe të minojnë besimin. Martesa e Ledionit me Sara Hoxha mbetet e fortë dhe e paprekshme, ndërsa Edisa mbeti e bllokuar nga fjalët e veta, duke treguar se çdo histori e shpikur në Big Brother është thjesht një lojë e kotë që nuk i mbijetojnë të vërtetës. Ky moment është një përkujtim i qartë se thashethemet mund të ndotin ambientin, të krijojnë skandale të panevojshme dhe të tregojnë se disa nuk e kuptojnë fuqinë e fjalës para publikut.